E ftuar mëngjesin e sotëm në studion e Wake Up ka qenë moderatorja e njohur Kiara Tito, që këtë sezon e shohim edhe në Big Brother Fan Club. Si po e përjeton ajo këtë rol të ri? Si e sheh edicionin e 5? Dhe a ka ajo ndonjë banor të preferuar? Për më shumë ka treguar vetë Kiara. Letra e babait të Selin bëri goxha buj në rrjet, dhe po ashtu situata mes tyre u komentua shumë dhe në studio. Si e sheh ti? Ishte pyetja. Dihet tashmë që në momentin që hyn në shtëpinë më të famshme, pret gjithçka, edhe familjarët e din. Banorët duhet të jenë shumë të qetë, sepse çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Të gjitha gjërat sistemohen dhe kthehen në vendin e vet. Janë shumë ambicioz dhe bëjnë nga të gjitha gjërat për lojëra. Nuk ka gjë të keqe, sepse për atë punë janë futur aty. Çdo gjë mund të ndodhë. Se dhe unë ashtu thash që dhe 3 Big Brother të ndodhin, nuk do lidhesha kurrë. U përgjigj Kiala.